Të kësaj të fundit, padyshim që do t'ju jetë në shërbimet të qytetarëve, nga se përpara asaj pra mendohet të bëhet një hapësirë gjelbruese, kështu që do të nevojitet edhe qytetarëve, të cilët do të kenë mundësi ta shfrytëzojnë përveç pra objektit të ministrisë, i cili parashihet të ndërtohet në këtë pjesë që ka hapësirë dikon me hektar. E njëjta po ashtu ministri në detyrë ka bërë të ditur se kjo që dikur ishte pjesë e kësaj kompanie, pra pjesa e hapësirës këto toka përpara, por edhe mbrapa asaj tashmë janë zyrtarisht të Ministrisë së dhe që sot ka filluar edhe rënimi i saj. Pikërisht në këtë vend të ngjarjes, paradite ishte edhe vetë ministri bashkë me inspektoratin dhe policinë e Kosovës. Madje këtyre të fundit ju doli punë edhe me një zyrtar, pra me një kandidat që është në listë për zgjedhjet e 7 qershorit, i cili kishte dalur pikërisht në këtë vend për të kundërshtuar rënimin e kësaj pompe të derivateve. I njëjti ishte shoqëruar në stacionin policor këtu në Prishtinë për të dhënë një deklaratë, nga se siç u tha tashmë nga policia ka penguar zhvillimin e aksionit të cilëve se kishin paralajmëruar. Kujtojmë pra se qysh nga viti 2024, shiritat për herë të fundit ju kishin vurë kësaj pompe të derivateve dhe ishte ndalur veprimtaria e saj në atë kohë kur ministri në detyrë, pra dhe ministri i bujqësisë Faton Peci kishte dalur në vendin e ngjarjes bashkë me inspektoratin në këtij dikasteri, pa dikasteri që udhëheqte edhe ai vet, dhe kishin konstatuar se kjo pjesë takon Ministrisë së Bujqësisë, qysh nga ajo kohë, pra siç thash kjo ka ndalur veprimtarinë e saj, megjithatë pas 2 vjetëve tashmë vetë se ka filluar rënimi i saj në një pjesë, por jo në total. Krejt aksioni që u zhvillua dikur rreth orës së parëve të mëngjesit, pra rreth orës 11, këtu pra në këtë pikë të karburanteve, e përcollen nga afër pra edhe në masa të rreptë edhe të policisë në këtë rast, po ashtu edhe në vend ngjarjes ishin edhe vetë pronarët e kësaj kompanie, padyshim që të njëjtit nuk kanë planuar të flasin, vetë se e kanë parë nga afër pra rënimin që po i bëhet ish biznisit të tyre. Po ashtu në këtë vend po dha edhe një deklaratë vetë ministri i bujqësisë Armend Muja, i cili pra, siç ka thënë më saktësisht, ju ftoj të ndjekni në deklaratën tashmë. Ja, nuk ka të bëjmë me fushatën zgjedhore, në fakt pas vendimit ka filluar procedura e prokurimit për kontraktorin, dhe javën e kaluar kanë proceduar të gjitha proceset e ankimimit dhe OSHP, dhe kontrata është nënshkruar në momentin e parë kur e kemi pas rritjen e jeshili nga OSHP-ja. Duhet ju potencoj që s'ka të bëj asgjë me fushatën zgjedhore, është punë normale. Në fakt ne kemi planifikuar që kjo të bëhet diku në prill, mirë po pat ende vazhdu procedurat. S'ka të bëj asgjë me fushatën zgjedhore, është rikthimi i ligjshmërisë. Pronë publike po ja kthejmë popullit të Kosovës. Pikërisht në ditën kur